Ne sapo dolëm nga mbledhja e kryesisë, në të cilën nuk patëm një dakordim për sa i përket pikave të rendit të ditës. Në fakt kishim një propozim të përgjithshëm për pikat, por që pastaj kishte edhe propozime për renditjen e pikave të rendit të ditës dhe në ndërkohë që nuk patëm konsensus dhe si të tillë u përcjell ky rendi i ditës për në seancë dhe ku duhet të votohet për renditjen e pikave të rendit të ditës. Me këtë rast dëshiroj të them që është vërtet për keqardhje që Kryesia e Kuvendit nuk arriti të gjejë një kompromis si mungesë e një fleksibiliteti nga grupi më i madh parlamentar në kryesi për të pasur një renditje tjetër. Edhe nganjëherë është shumë fatkeqësi të shohësh grupe të mëdha të forta që kanë numrin e votave dhe që mbi votojnë në mbledhje të tilla, që të mos jenë fleksibile kur vihet në pyetje vetëm një renditje. Por me gjithë respektin ne kishim mbështetjen tonë për sa i përket rezolutës dhe ishim fleksibil për sa i përket renditjes së pikave të rendit të ditës.